Rruga drejt Doberdolanit këtë premtë nuk ishte si zakonisht. Në 28 vjetorin e daljes së parë publike të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, ky fshat i Suharekës u bë vendakem i veteranëve e familjarëve të dëshmorëve. Në këtë përvjetor atje po inaugurohej Kulla e Lirisë. Me prerjen simbolike të shiritit, objekti u shpall zyrtarisht i hapur. Në ceremoni u kujtua roli që ky fshat pati në organizimin dhe veprimtarinë e lëvizjes kombëtare për liri. Në këtë fshat u strehuan dhe vepruan shumë veprimtarë të çështjes kombëtare, duke mbajtur gjallë idealin e lirisë dhe të çlirimit. Jam shumë i sigurt që të gjithë prej neve do të gjejmë kaj pjesë në këtë kull, sepse kulla gjithmonë ka qenë simbol i traditës, simbol i edukimit, por mbi të gjitha simbol i qëndresës së kombit shqiptar. Sipas komandantit të komandës së forcave toksore të FSK-s, Kulla e Lirisë është një monument mirënjohje për dëshmorët e luftëtarët. Në themelët e kësaj kulle janë gjaku i dëshmorëve atyre që sot në mungojnë. Për shumë kohë, kjo ngjarje i ka munguar fshatit tonë, por më në fund ne e kemi. Disa fjalë i patën edhe ish komandantët Ramush Haradinaj e Fatmir Limaj. Nuk ka qenë lehtë me bajt barën e luftës, në ato situata të rana, po ju jemi mirënjohës për luftën e juaj, ju jemi mirënjohës për sakrificën e juaj. Që pjesë e madhe më nuk jetojnë, ne një qojmë gjithë nderin dhe respektin, gjithë atyre prindve, grave, burrave, të këtij fshati, që nuk rësivin asgjë, për të stërhuar, ushqyer, veshur e mbathur qindra ushtarë të ushtrisë shqiptare të Kosovës, anë në Kosovës. Në këtë ceremoni mori pjesë edhe ambasadori i Shqipërisë në Kosovë, Petrit Malaj, i cili tha se kjo kull përfaqëson simbolikën e qendresës. Kjo kull, në fakt, nuk është vetëm thjesht një objekt memorial. Ajo është një simbol i qendresës, i sakrificës, i idealit për liri, për cilin shumë dhe bija të Kosovës dhanë gjithçka. I pranishëm ishte edhe kryetari i Suharekës, Bali Muharemaj, i cili tha se Doberdolani ka pasur një rol të rëndësishëm në veprimtarinë kombëtare ndër vite. Kjo kull është e gjashta ndërtuar në këtë zonë dhe sipas organizatorëve synon të mbajë gjallë kujtesën për luftën çlirimtare.